Sot do t'ju flas pak miqë shok për monopolin, kur në një shtet, një kompani bëhet monopol, pra zapton të gjitha pikët, për shembull një industrie, për shembull gjithë hoteleria bëhet vetëm në emrin e Hyatt Regency Hotel or Marriott or Holiday Inn or kuda dion Best Western. Kur çdo hotel në Shqipëri ka një pronar, një kompani, një emër, është industri, ai është krim i lartë shtetëror, që shkel ligjet kundër monopolit, që shkel ligjet kundër trusteve, si shuhet ndryshe, edhe vetëm ky element po të ndodhe është një element që kërkon përmbysjen e qeverisë si qeveria korruptume, që ka leju të bëhet kjo gjë. Për këtë do t'i tregojnë juve, e do flasim kryesisht për atë që quhet kastrati. Por para se të flasim për këtë, do t'ju tërheq vëmendjen edhe një herë në dy gjëra ose tre aspekte të luftës kundër protesteve nga klasa e kalbët të korruptume kriminale që kemi në pushtet dhe nga llazorët që u bëjnë isën, nuk në nisën, i ma nisën kësaj qeverie të korruptume. Vëllezër e motra, sa herë sulmohen protestuesit në vend të protestës, sa herë sulmohen individët apo pjesëmarrësit në protest, në vend të pikave që kërkon të ndryshojë protesta, kjo bëhet me paramendim dhe me qëllim nga njerëz të ligjë, të poshtë të vegjël, maskarej, që duan të heqin vëmendjen me këtë lloj strategjie të kalbët nga për shembull armiku që erdhi të vrau, që lloj plumbi, që lloj materiali në çdo fabrikë ishte prodhu ky Kalashnikov. Pra, edhe një herë të largojmë komplet nga tema. Çdo gjë që të thuhet, me qoftë se do përmendet, për shembull, ka dënu Edi Rama një gru ekstremiste, më duket se është. Mo nuk e besoj që është ekstremiste, po për mendimin tim një lloj idiotje, se kam thënë një dy herë në intervistë përpara, një ikballe. Por kur bëhet kjo, e kanë bën në gradë në Shqipëri. Kur bëhen këto nuk duhet të heqin vëmendjen e publikut me interpretime, që të harrojmë pse bëhet kjo, pse u holl ky gur, që të tërheqim vëmendjen nga protesta, nga pisliku, por përkundërsi. Ti bëjmë këtë për të forcuar atë arsyen pse protesta duhet vazhdojë të jetë më fuqishme derisa të shporim këto hale nga faqja e dheut. Ose kur thonë për shembull, po që kanë kosovarët këtu, çdo kosovarët kanë shtetin e vet, ose më solli një video, një shok, një pocaqi, edhe thoshte ai, pse shkojnë kosovarët atje në Bujanoc, është Serbia atje, po vinë këtu të shkatrojnë shtetin ton. Nuk ardhë Kosova, në radhë parës, mos kam gjuhë që Albin Kurti ka dalë edhe ka deklaru në kuvendin apo Kosovës që populli kosovar të shkoj e të përmbys qeverin e Edi Ramës. Në radhë të dytë, unë nuk besoj që populli shqiptar ka shpreh ndonjëherë që është kundër Ramës e Pierre Berisha, parti politike, por kundër gjithë këtyre halexhinjve. Por morqeni birqeni, kosovarët janë shqiptarë që na i kanë dalë tjerët, edhe trungu populli përveç haleve nuk e ka pa ndonjëherë njerëz të ndeshëm, njerëz të pastër që janë shkëput. Tjetër gjë që kemi kufit,
e kemi detyrë morale të gjendim njëri tjetër si popull në ditë vështira dhe në ditë mira, ashtu sikurse e gjykojmë ne në mendjen tonë, në pikpamjet e tona, në besimin tonë, por të vish në Shqipëri ka ardhur në tokën mund, ke bashkëkombësi dhe vetë. Serbia nuk është e jona. Kur të flasi lufta atje, edhe nuk na lejon neve. Nuk na lejohet neve të shkojmë atje. Kurse në Kosovë dhe Shqipëria kemi liju njëri tjetrit. Kur bëhesh lufta në Kosovë, ka pas plot shqiptar që kanë shku edhe kanë derdhë gjakun atje, ose në përballë që kanë qenë bashku me protestën. Kështu do të jenë edhe kosovarët po të na pushtojnë neve, për shembull Greqia, Italia, apo shqiptarët e Maqedonisë, apo shqiptarët e Malezi. Do vinë gjithë, asnjëherë jo. Sa gjithë shqiptarët nuk ngritën, as gjithë kosovarët nuk ngritën luftë në kundër Serbisë. Por ne jemi këmbë, edhe do shkojmë edhe nuk bëhen këto krahasime të fllihshme që bëjnë, po pse shkojnë në Serbi ata? Një gjë e mirë dhe që unë e përshëndes ishte përse shqiptarët e Kosovës, biznismenët e Kosovës blejnë qindra miliona mall nga Serbia. Për këtë unë jam plotësisht dakord me këtë, po s'është problemi të heqim vëmendjen nga protesta. Për këtë unë jam plotësisht dakord. Qeveria Kurti duhet bëjë çmos t'i dekorojoj, por në qoftë se qeveria Rama, ky shkërllat, s'ka bë asgjë, por e minon për shembull fushën e muzikës, edhe Kosova ka qenë humbar buke, fusha e Kosovës. Unë nuk e di pse nuk prodhon Shqipëria vetëm me muzikën, edhe vetëm me fushën e Kosovës, aq prodhime bujqësore, që ne mos kemi nevojë të blejmë Serbi, por nëse do blejmë, ta blejmë 10 euro më shumë për kuintal, po ta blejmë në vendet e tjera, por edhe në Greqi ta blejmë, megjithëse nuk e di se ka edhe atje mjaft të poshtër idiot, që po ka edhe njerëz të mirë atje, por paktën është raca jonë, por jo në Serbi. Për këtë unë jam dakord, por duke largu këtyre pesligjeve të hershme, të këtyre maskareve që i bëjnë me kastile, me dëmtu gjoja, me këto, po janë Kosovar, po të shkëm dhe të prishim shtetin e Kosovës të qif deri nënën. Shteti Kosovës është shtet shqiptar, shteti Shqipërisë është shtet shqiptar, bile janë të pajvetueshme që një parti politike që është në pushtet në Tiranë dhe ajo opozitare, të përkrahin për te kufirit, për sa i përket kombit shqiptar, një parti e një tjetër, nga njëherë bën gabime, nga njëherë ose pas bindjeve të tyre. Por ne këtu nuk po flasim, unë çdo person që dëgjoj, unë çdo person që shoh nëpër botë, i shoh shqiptar mrena kufive territoriale të Shqipërisë së sotme. Edhe po të vish për shembull para ambasadës shqiptare në Washington DC, ne rreth rrotull kemi plot komunitete shqiptare të Kosovës, nga Gjilani, nga Mitrovica, që janë vetëm 10 km rreth rrotull, kryesisht në Manasës, në Buj, këtu rreth rrotull, po jap dy vendet, një të Virginiës, një të Marylandit, se Virginia dhe Marylandi e fusin si mes dy shteteve, Washingtonin aty, si një qendër vogël mes dy shteteve, i ndan lumi Potomac, edhe 20 minuta janë shqiptarët e Kosovës që kanë ato qendrat kryesore ku jetojnë këtu në Buj edhe në Manasës kryesisht në Virginia. Po të shkosh përpara ambasadës shqiptare në Washington DC, ku janë këto, as edhe një nga shqiptarët e Kosovës nuk është në protestojnë. Janë gjithë shqiptarët e Shqipërisë më maskarej, më të poshtë, që edhe po t'ishin nuk do ishte gjë keqe që i dalin në ndihmë jo një partije, po të dalin në ndihmë një partije do ishte keqe, po kur i dalin në ndihmë popullit që është ngrit pa dallim partije, kundër sistemit,
Në qoftë se shqiptarët e Kosovës bashkoheshin, nuk do ishte që keqe, e megjithatë, bravo i qoftë, nuk janë po pjesë, po na lejnë të zgjidhin vetë. Se vjen një individ i veçantë, mos leni të maskarej, ta keq interpretojnë se këto nuk e duan protestën. Këto vetëm do shpifin kundër protestës. Është ndryshe për shembull një që tjetë për protestën, edhe doj që të shpor Edin shprehet edhe të regon të medet e protestës. Këtu ne e kuptojmë që ai flet me dashëmirësi, por këto qenë birqeni, këto hale, që nuk e du largimin e Ramës, këta s'kan gojë, këto qenë birqeni, këto korva, të flasin për protestën sikur i duan të mirën, se si mund të jetë protesta më e drejtë, më e përkrahshme për të shpar qeverinë. Ti s'do të shporësh qeverinë, mor qenë birqeni, se ose i klysh, e je i poshtër, e je dhemja, ose je në pleks me krime dhe të zbulohesh prapa që ke po krime dhe të pagush si qeqa. Në qoftë se ti ke vjell, edhe kjo është arsyeja, ne edhe mund të kishim falë se s'do kemi burgje për jo të gjellë, por në qoftë se ti del e vjell edhe kundër protestuzve sot, ne këto zdo t'i falim ar maskare. Mos e thash këta, vëllezër e motra, unë ju premtova ju në fillim që do të flasim për monopolin, monopoly, i thanë anglisht, është një të gjova të në shqiptimi. Në kapitalizmi ka ligje të veta. Kapitalizmi, aq sa mund tjetë për shembull luftë konkurrence, aq edhe mundohet të jetë i drejtë në konkurrencë, të jap drejtësi të gjithëve që konkurrojnë, edhe të përkrah, e të inkurajoj, e të bëj të mund me vetëm një kompanie që të rritet, e aq më keq të lejoj e mos të shkatroj një kompani që bëhet monopol. Ç'është monopol? Monopol është për shembull në Shqipëri, po të hypësh në makinë, edhe të nisesh nga Shkodra, hani hotit është në Shkodër, e të shkosh deri në Sarand apo në Kakavi, në Gjirokastër ku dilet në Greqi. Në qoftë se në çdo 5-6 stacione gazi ku merr gazin, do t'jenë për shembull të një kompanie të vetme, ezem Kastrati, kjo menjëherë tregon që është një qeveri që duhet përmys me njëherë se ka kriju monopol. Ku është e keqja monopolit? E keqja monopolit nuk ka më likësi të mëdha në kapitalizëm se i bëhet një kombi, një populli, një shteti, kur çdo pronë e një lloji i përket një personi. Për shembull, e zem që gjithë pulset e ujit, çesternat e ujit në një vend do të kishte një kompani. Ai ne kemi atë këngën e bukur, më duket nga ata luftëtarët e heroik të Diprës me turqit që kanë rrethuar një pasha. E kanë rrethuar një pasha atje, edhe pasha i thotë vetëm jep një gotë ujë, një pikë ujë dhe e blej me një kohë florin. Ju më jep një pikë ujë, për arsye se edhe gjithë botën të kesh, edhe gjithë botën të kesh pronën tate. Në qoftë se ti po vdes për një pikë ujë, jo një kohë flori, për gjithë botën të jetë e joti që sash asnjëherë, se njerëzit, shpirtët në këtë botë, janë si ato moshkonjet që vinë një kërcu. Ne kemi ardhur, në qoftë se shpirti i thon gjithmonë, kemi ardhur nga qielli. Në qoftë se jemi kriju këtu, jemi kriju si të frymët që krijohen mrena malli, se do vdesim, nuk është e jonja. Planeti s'është i joni. Çdo gjë, çdo lloj pasurie s'është e jonja. Mirë po ka një vlerë të madhe, për arsye se ti e don atë që vjen pas teje, gjakun tat, diellën tate, niprat e tuaj, mesat e tuaja. Këtu është e keqja e trashëgon atyre, pra ka vlerë prona shumë, edhe pse s'është asgjë është i reale, është e pavërtet, asgjë s'është e jotja, asgjë s'e merr me vete, por gjatë kohës që jeton, mund të jesh pak më mirë se tjerët, prapë se prapë prona ka vlerë të madhe se trashëgohet. Por e them se ti ke gjithë pronat në botë, edhe gjithë pronat nuk vlen në një mend saktum sa një pikë ujë. Çfarë ndodh? E them që Kastrati kontrollon gjithë pikat e naftës në Shqipëri, kur shitet gazi, kur shitet karburanti. Në qoftë se i kontrollon gjithë pikat e gazit, edhe nuk ka konkurrencë,
a i boshurën popullit në kokë, për arsye se ai e shet benzinën sa ti doj kokë raqefit e tij. Edhe abuzon me popullin në mënyrën më të poshtrema. Për shembull, benzina mund bëjë në fakt vetëm $1 litra. Se i kam haru ato parat që me 3 e me 4 në Shqipëri. $1 se €1 litra. Ai po dojë shet edhe $100 litra, edhe se ti s'ke ku e blej tjetër. Ata që s'kan mundësi të blejnë nuk do hesin më me makina, kurse ata që duhet hesin me makina dhe kanë para janë detyruar të blejnë se s'kan ku e blejnë vend tjetër. Kjo është lufta kundër konkurrencës, tallet me popullin. Shtetet e vërtet, shtetet demokratik, shtetet kapitalist, shtetet socialist, socializëm s'ka. Nuk e lejojnë një gjë të tillë me ligj vetëm nëse janë të korruptuar. Edhe ligjet ekzistojnë në çdo lloj shteti kundër monopolit, kundër trustit, edhe këto ligje janë dhe në Shqipëri. Por në Shqipëri, kjo është një realitet që tregon që Shqipëria nuk ka qeveri të popullit, po ka qeveri të oligarkëve, një grusht ose ngaherë vetëm një person. Natyralisht që është i lidhur me qeverinë prapë. Për shembull, Rama thotë, i kanë bërë thirrje kompanisë naftës, importuesve të naftës, që ta ulin ata gazin, ta ulin këta ka bërë thirrje, por ai është vetë bashkëpunar. Edhe nëse s'merr të ardhur që jam i sigurt të marrin këto, i marrin në formë të tjera, paguhen që të nxjerrin ligje, paguhen nga kompania në dorë, i bëjnë, por pra në momentin që ti ke vetëm një kastrat, e zemë, nuk e di kush është kastrati, nuk e njoh, pa e zemë, atëherë çfarë ndodh? Nuk ka luftë më pastaj konkurruese, se një nuk kalon asnjë tjetër të shesu, a myllin këto, ja myllej, e shet lirë për shembull, e falimenton, e shet lirë naftën e vetë, dërse të falimentoj ty, ose e shet e ti privatet naftën, shtrejnë që mos të zjerë fitim, fjala vjen. Por kontrollon atë ekonominë, biznisin, është ai pastaj që kontrollon popullin, kontrollon xhepin, bën çdo doj, edhe populli nuk mund ta bojkotojë. Për shembull, kur shefti që kastrati e zem ka majt një qëndrim pro-serb ose pro-grek kundër interesave shqiptare, siç në për shembull në Amerikë zem McDonald's akuzohet që në Indi ato rrisin viçat, lobët, ose kanë fabrika për therjen e pulëve, arritjen e pulëve që të shesin në për McDonald's dhe veda, mi po abuzohen që atje ata abuzojnë me fëmijë të vegjël, se këtu nuk lejohet të punësosh fëmijën për shembull nën 14 vjeç, nën 16 vjeç. Po atje ata me që janë jashtë Amerikës, edhe ligji nuk i dënon, edhe me që janë të korruptuar, atje jashtë Amerikës, atje kanë abuzuar fëmijë indian. Kur populli e mëson këto shoqëritë civile që janë për mbrojtjen e drejtave të njerëzit e çka tjetër, këto shoqëritë civile ngrenë popullin kom, edhe i bëjnë thirrje popullit të bojkotojë McDonald's, se McDonald's po abuzon fëmijë të mitur në përbot, edhe ju nëse bleni ushqimet në McDonald's, pra nëse bleni në McDonald's, ju jeni po boni bashkëfojtor në McDonald's, ju po e boni të mundshme McDonald's të shkojë të abuzoj kalamajtmarit në përbot. Pra, t'ja myllim shtekun këtyre maskareve e bojkoton. Por në qoftë se vetëm McDonald's, këta shkojnë në Burger King që është po e njëjtë si McDonald's, shet njëjtin ushqim, të njëjtin cilësi, të njëjtin lloj, për shembull burger, cheeseburger, këtë diun, veç se quhet një kompani tjetër. Edhe pra është një kompani tjetër konkurrente, ti ke zgjidhje, e bojkoton për shkon një vend tjetër. Pse? Se këta bëhen nëpërmjet mos kryesh monopoli, mos kryesh antitrust. Edhe për shembull edhe thjesht taksi, nëse do marrësh vjen New York, vjen Washington, vjen Chicago, jam i sigurt që duhet të jetë edhe këtu në përballë. Dhe qoftë se vetëm një kompani taksish është dhe ato tallen me pasagjerat, janë të poshtër, abuzojnë, luajnë me metrat, rrisin çmimet,
ti do ta bojkotosh ato, po s'ke si e bojkoton se duhet taksia. Aha, por ku ke 2-3 kompani taksish, atëherë ti e bojkoton se shkan të tjetra, edhe kështu që i detyron ata të sillen. Mund të flas kështu, dhe për deputetar të sillen mirë me popullin, të mos abuzojnë. Në Shqipëri kjo nuk ekziston. Nuk ekziston se është një qeveri, ju mërsiteni kur theme për një qeveri shkërllar, një qeveri kriminelesh, që vetëm për këto i duhesh çan zorë çdo lloj pushtetari që është dhe që ka qenë nga 90-a këtej në Shqipëri, se kanë leju, edhe pse kanë ligje kundër këtyre kompanive oligarkike që janë po monopol, e kanë leju, se ose janë pjesë e fshet e këtyre kompanive dhe marrin aksione, kanë aksionet e marrin pare, marrin përvetim, ose u paguat në dorë, ose këto i shërbejnë në i formën njëri tjetër të shteti oligarkëve dhe oligarkët janë vetë shteti, për kanë emra të fshet edhe sa për më duk para botës si kastrati. Pra vëllezër e motra, në Shqipëri bile shkon akoma edhe më thellë kjo. Pse? Se jo vetëm që ai që shet naftën, gazin, karburantin, benzinën në përpika, duke se në çdo 4-5 pika, ndoshta edhe më shumë, është kastrati, por edhe ai që importon naftën në Shqipëri nga ku e blen jashtë, është kastrati, që kjo të bonti të shkosh të ekzekutosh në kryeministri të gjithë ato, se si ka bojë i vetëm, të gjithë ata me nënpunës me të gjithë që hedhin firmat, të gjithë ata klyshët, edhe gjykatat që i kanë leju, ose si kanë dëlu, ose s'kan pas guxim, e janë tallë me popullin, por shkojnë edhe dënojnë një plak varfanjake fshatare se shet 2 pras në rrugë. Këto duan të themure. Vëllezër e motra, kjo është poshtërsia që kemi në Shqipëri. Ndaj protesta, vëllezër e motra, duhet se del mua edhe se ngele them edhe një nga miqtë mi prapë poston, në protest kishte lloj, pa nuk është një. Sa është populli, ora maskaraj, thamë ati shokot tim që e du si vlla, por që po bon ca pesliqe që s'mund të shpjegoj dot. Nuk mund të shpjegoj dot. Se thot, për që e këtë gjitha, se ka ardhë Italiani, ka poshtur Shqipërinë, njënit i ka vra fëmin, tjetrit i djek shpin, tjetrit i vjell pasurin, tjetrit i përdhënon grun. Natyrisht që se cili më qene birqeni, ngrehet për hallet e veta, ndaj është popull. E së është parti e klysh si puna juj që shkoni mas partive më qene birqeni. Ndaj është protest popullore, se vinë nga gjithë sferet e popullit që ka ardhë në majtë o hundës. Nga këto maskëri, nga këto katile dhe nga ju, soje së rëllop i poshtër e ndy që e boni këto të mundme. Ishin nga gjithë ta, shikoni, nuk që e ka një, do t'jenë një si puna juj, po t'jetë një e keni edhe një më shkordata, vetën e juj dhe Berishën. Këta janë nga gjithë, dikush është i detyru të hiken e për botë, se s'është në gjendje edhe s'ka miq t'i hapin portën në Shqipëri. Tjetrit i kanë vjedh pronën më maskara. Tjetrit e kanë dënu në burg se s'pas e paguj drita më krysh kurve. Më maskare më të poshtë. Ndaj protesta duhet vazhdoj. E ndaj duhet të rregoj dhomët. Nuk ka më kohë për paqe. Ka ardhur koha të shinin orën. Jo vetëm atyre që janë pushtetë dhe s'mund dërzohen se po fshehin paret, e po grisin, e po fshehin krejt dokumentacionin që mos i gjeni pasurit ku i kanë fshe, po sidomos këtyre klyshave që dalin dhe poshtojnë juve, por duan të poshtojnë se poshtojnë veten ditë për ditë, e natë për natë, e orë për orë, me prallët që nxjerrin nga butha. Sa më gjoka, ju përshëndet.